drejt për drejt, ne në fakt kemi shkëputur disa momente nga kjo dosje, besoj do t'i kemi mundësi t'i shohim një nga një, po me kujtimin do doja të ndaleshim fillimisht tek faktet dhe nga ajo që ke lexuar në dosje e kujtim, cila është, le të themi, prova më e fortë që ka SPAK dhe pastaj dua një reagim nga ish prokurori për ta kuptuar se si po hetohet këtë çështje. Tani, ajo që na ka rënë në dorë nuk është dosja e plot, është njëra prej informimi, domethënë njoftimi i akuzës për një prej të akuzuarve, dhe jo rasti i zonjës Balluku apo rasti i zotit Berberi, të cilët janë më voluminoze si A pra, nuk është as dosja e Ballukut, as dosja e Belerit? Jo, është njoftimi i akuzës për një prej të akuzuarve të tjera, por në ato ndërthuren, besoj. Por ndërthuren të gjitha materialet dhe në rastin konkret i gjithë materiali prej 45 faqesh që ishte në njoftimin e kësaj akuze, kishte të gjithë materialet të lidhura me komunikimin mes zonjës Balluku dhe zotit Berberi, sepse normalisht të akuzuarit e tjerë për tenderin, normalisht kanë zbatuar një direktiv dhe nuk ishin komunikime pothuajse fare përveç zotit Berberi. Tani, ajo është integrale. Të gjitha faktet lidhen me mënyrën se si ka trajtuar të dy tenderat zonja Balluku kur ka qenë në pozicionin e ministres së infrastrukturës. Që nga tenderi i parë, ku ka marrë informacion edhe pse ligji nuk ja lejon, edhe pse ka, siç e thot dhe SPAK vetë në dokument, edhe pse ja ka kaluar kompetencën për ndjekjen e tenderit sekretares së përgjithshme, Balluku është interesuar vetë personalisht, ka komunikuar gjatë gjithë kohës, si në tenderin e parë çfarë bëhet me kriteret, pse ndryshojnë kriteret, si do t'i ndryshojmë kriteret, deri dhe jep dhe urdhrin anulloje urgjent. Ja ku e kemi, ky është momenti, besoj datës biseda mes Ballukut dhe zotit Berberi datës 17/3/2021. Në orën 17:40 Belinda Balluku thot, mendoj të anullojmë skualifikohet të gjithë. Ndërkohë Ervis Berberi 3 minuta më vonë shkruan, jam mëse dakord se kam diçka që s'mu kuadron në gjithë situatën e do sot apo nesër, megjithse nëse të duhet ja këndoj këngën s'ma ndjen shumë për asnjë dhe e çoj ku duhet. 7 minuta më vonë Belinda Balluku shkruan, jo, kam atë ndjesinë time që nuk duhet. Në 1 minutë më vonë Ervis Berberi shkruan e ketë frikshme ndjesinë kur e do. Belinda Balluku më jep afaten nëse e shpallin nesër. Ervis Berberi maksimumi 24 mars ankimimi. Kjo është pak a shumë në mënyrë thelbi asaj që ju thatë. Pra, është një bisedë që sipas prokurorisë delte ideja që Balluku ka ndikuar te anullimi i tenderit? Po, pra është vetëm ky detaj apo ka edhe diçka tjetër? Po, lidhet edhe me faktin e kritereve që duhet të plotësojnë. Balluku interesohet gjatë gjithë kohës për çështjen e kritereve, pse i ndryshuam, si i ndryshuam, cila prej kompanive i plotëson dhe mënyrën se si i plotëson ato kritere. Ndërsa kjo ka ndikuar në anullim, aty duket qartë që ajo thot, ministria thot duhet anulluar urgjent tenderi. Dhe madje dhe në komunikim me zotin Berberi thuhet diku që do duhet ta rishpallim sa më shpejt jetë e mundur që edhe të djegim afatet e ankimimit. Sepse çështja ishte që do duhet të shpallej një tender i ri për të avancuar. Okej, se do ecim hap pas hapi me dosjen. Zoti Karanja, ajo që thot kujtimi është një detaj që mua më bëri përshtypje, tha interesohet shumë ministrja, po mjafton vetëm interesimi për ta vënë në akuzë? Se interesimi, unë nuk besoj që ka një ministër sot që nuk ka djeni për tendrat që mban digasteri i tij për shembull. Pra, vetëm interesimi është i mjaftueshëm për të kapur një ministër apo këtu ka material të bollshëm për të ngritur akuzën ndaj saj? Tash duhet kemi parasysh diçka, nuk është vetëm interesim, por është dhe veprim konkret për një pasojë të caktuar. Pra, mbyllë këtë tender, prishe. Edhe ka ardhur. Pra, domethënë nuk është thjesht po interesohesh ti i thu varësit që procedohet dhe i ka proceduar. Dhe kjo është pjesë e bashkëpunimit, se pranë është vepra penale në bashkëpunim. Po më të roqi vëmendjen ajo që tha gazetari, që këto janë dhënat që kanë dalë nga një pandehur tjetër. Po, i tretë. Akoma nuk kemi dosjen e dy. Akoma kemi dosjen e pro dhe në njoftimin e SPAK-ut tha janë dhe 2 çështje tjera të bashkuara. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që mund të jemi dhe tenderi i mbikëqyrjes punimeve, që mund të jetë vetë që po hetohet. Mund të jetë tender vetë dhe kjo dëshim se gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën. Pra tenderi i mbikëqyrjes punimeve
anullimit tenderit parë, tenderit dytë, sepse ai mbikëqyrësi punimet kemi parasysh, kemi dhe inxhinier Benin këtu, firmos situacionet, gjithë ato punimet thot janë si mas rregullave, domethënë si mas projektit.